Në katin e parë të Muzeut Historik të Shkodrës u qel ekspozita me 72 punime të piktorit Ahmed Malevia, i cili prej 50 vitesh i është përkushtuar pikturës së peizazhit. Peizazhi është bebulesa jeme për arsye se aty shfaqem më tepër, sepse los me ngjyrën edhe pra njenja jepet për një herë, neve ka një ekspresivitet të papam, kur hidhet njenja. Peizazhi është edhe dokumentar, pra ka edhe vlera dokumentare peizazhi. Ka zonë kohën, momentin, pra ka shumë efekte. Po unë kam sensin koloristik, pra, edhe ekspozita i quhet dialog me ngjyra, pra. Unë kërkoj ngjyrën gjithnjë me lujt me ngjyrat. Ndërkohë që ardashësit shionin ekspozitën në shoqërinë e kuratores piktores Ermira Jahja, nga kati i dytë i muzeut përhapeshin tingujt e koncertit të flautistes së njohur Majlinda Spiro, e cila interpretoi së bashku me një grup instrumentistësh dhe këngëtarësh shkodran. Rrëfimi im është bashkimi i 3 botëve të ndryshme, do sjell me njëra tjetrën për të vërtetuar si ka evoluar dhe si tregon flauti si një zë i shpirtit njerëzor. Filloi që nga koha e barokut, ku zëri i shpirtit fillon të dalë nga format e klasicizmit, vazhdoi me impresionizmin e Debussys, ku zëri i flautit del përtej merr një veshje ndjeshmëri poetike dhe mitike, dhe pastaj rrëfimi mbaron duke marrë identitetin dhe duke u kthyer flauti në rrënjët e tij. Të dy aktivitetet, ekspozita e pikturës dhe koncerti me flaut e muzikë shkodrane, krijuan një atmosferë të veçantë dhe të këndshme artistike për të gjithë pranishmit.